Përshëndetje gjithëve dhe mirë se erdhët tek video e që do t'ju tregoj se si shkarkohet FC Beta. Shkojmë tek Play Store dhe shkarkojmë VPN Super Ultimate Proxy dhe shkojmë tek Open. Presim sa të futemi. Dhe lokalacion do ta bëjmë Singapore sepse kështu duhet. Si të shihni, unë kam jesë me Singapore 57 dhe kam të lidhur këtu. Dhe tani do të shkojmë tek settings. Këtu. Shkojmë tek search ke settings dhe do të shkruajmë se kështu Play Store dhe e shtypim. Ja, dhe do të shkojmë këtu tek storage. Ta shtypim dhe do të bëjmë clear data. Këtë. Ta shtypim. Do ta shtypni dhe do të bëni delete këtu. Do ta bëni delete. Dhe pastaj do të shkoni tek Play Store dhe do ta keni të konektuar me Singapore. Pastaj sa të shtypni delete këtu, shkoni direkt tek Play Store dhe do të shihni që është i konektuar me Singapore. Dhe shpresoj të ketë pëlqyer kjo video, bëni sa më shumë like dhe subscribe dhe shihemi në videon tjetër. Bye bye.